Të shkojmë tani me informacione në dhomat e specializuarat Kosovës në Hag, ku atje dëshmitari 102 i prokurorisë kundër Thaqit dhe të tjerëve. Haxhi Mazreku është pyetur për të dytën ditë radhazi në gjykatore në lidhje me problemet që ka pasur gjatë luftës me UÇK-n, e cila e cilëson të Mazrekun si bashkëpunëtor të serbëve. Sot dëshmitari, që ka qenë edhe vet ushtar, tregoi se Ilyas Kadolli e kishte marrë Mazrekun, veprim të cilin ky e cilësoi si arrestim, për ta detyruar që t'u jap paratë nga diaspora grupit të UÇK-s të udhëhequr nga Ayub Kabashi. Mazreku e kishte kundërshtuar me çdo kusht dorëzimin dhe paratë dhe rreth 30.000 euro u kishte shpërndar familjeve të opërtushës Rahovecit nga një misë secilës për të blerë qoftë armë apo veshje. Ky foli edhe për veprimtarinë e tij gjatë luftës për të mbrojtur civilët serb, pasi sipas Mazrekut, UÇK-ja kishte konflikt me serbë të uniformuar dhe jo bashkëfshatar të pafajshëm. Pas Haxhi Mazrekut në gjykatore u rikthye Nureddini Bishi.